Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ajo është blogerja e parë shqiptare, por Estela Ujka daton si portret publik shumë më herët. Ne kemi qenë shoqe këtu e 20 vite e kusur. Më parë, po. Estela punonte në televizion Klan, ishte një nga fytyrat e bukura të ekranit në atë kohë. Gjithmonë pak e kolme, me forma. My signature look. E suksesshme, e pëlqyer, po u shfaq një L në telefonin tënd në kohën që ne ishim shoqe dhe pinim kafe. Edhe ti le televizionin dhe zgjodhe telefonin. Zgjodhe fansin. Zgjodhe fansin e famshëm, misterios nuk e zgjodha unë mira, po më mori me zor kështu edhe ma diktoi rrugtimin e jetës dhe jam shumë e lumtur për këtë. Okej, mirë, se mbylla me këtë me lumturinë, po të mori me zor. Shiko, unë dhe ti kemi shumë për të folur. Sigurisht ne do të flasim për Instagramin, po kjo është një bisedë sidomos për te Instagram. Sepse jeta e Stelës është e bukur siç duket në Instagram, është plot, është e lumtur, por nuk ka qenë pa turbulenca. Ne jam shumë e lumtur njerë që këtë rrëfim do e bëj për herë të parë me ty, se edhe nga që më njeh ndiem shumë rehat për ta ndarë historinë time, që për hir të vërtetës është shumë e sinqertë dhe si nëpër filma, kështu që do jetë një bisedë shumë e sinqertë edhe me nota humori. Po patjetër, pa humorin ku do shkonim. Është ilaçi i të gjitha problemeve. Dhe jeta, në këtë jetë nuk kemi ardhur vetëm për të qenë të lumtur, në fakt kemi ardhur për të jetuar. Dhe ti po jeton. Her pas here jeton. Po, jetoj edhe mendoj që ja kam bërë jetën vetes shumë të përmbushur, të lumtur, me ngjyra. Kam ditur të mos dorëzohem përkundrejt çdo pengese, edhe Zoti ka qenë bujar me mua dhe jam falendërues, po padyshim edhe gjithë sistemi suportues ka qenë shumë bujar me mua, familja e vogël, e madhe, më e madhe, edhe gjithë mikeshat e mia që duhet ta përmendim në çdo intervistë, janë vërtet një bekim në jetën tonë, se na liftin up, na ngrenë lart, na bëjnë të ndjehemi mirë. Shumë e vërtet. Ta nisim tamam si bisedë shoqësh, si fillim komplimente për marrjen e formave të tua. Po ngrita kam frikë se pritem në kamera. E shoqërojmë, rregullojmë. Patjetër, vërtet e para njëherë komplimenti është se unë e di, e kam të sigurt këtë, Estela, po i humbet kilet dhe pa munxharo dhe Ozempik, po me dietë ushqimore, me një regjim ushqimor dhe me shumë palestër, me shumë aktivitet fizik. E vlerësoj këtë. Ishte një vendimarrje pak e fortë, sepse do vërtet shumë vullnet, shumë konsistencë, do të shtyp për gjithë butonat në kokë që you're doing this for your own self, do ta them dhe shqip që po e bën për veten tënde, se në fund të ditës shëndeti është i pari. Dukja dhe kilet janë thjesht një pasojë. Unë isha në moshën edhe në peshën që më duhet ta merrja këtë vendim, se filluan ato shenjat e para të tiroides, por edhe modeli që po tregoja në shtëpi nuk është se ishte aq i suksesshëm, e gjeja veten duke i thënë gocave mos konsumoni këtë, mos konsumoni atë se janë të dëmshme, ndërkohë që unë vetë i kisha vendosur në frigorifer, kështu që më duhet bëja një ktesë vete para dhe pastaj ato të edukoheshin duke parë mamin e tyre. Ke marrë një vendim si grua dhe si nën njëkohësisht. Më shumë si nën kësaj radhe. Thash kësaj radhe nuk po e bëj për kilet dhe për dukjen, se ju e dini shumë mirë që unë kam qenë gjithmonë rehat me pamjen time, nuk është se më kanë penguar kilet për asnjë gjë në jetë, por kur preket pak shëndeti, aty duhet të bësh një thirrje mbrapsht dhe të ndërgjegjësohesh. E vërteta është që ti je nga atë rrallët njerëz dhe je tipikisht më saktë nga ato lloj njerëzish që kilet i shkojnë. Mua asnjëherë nuk më kanë bërë përshtypjet e ti, sepse vërtet ndoshta për faktin që Zoti nëna jote ka bërë shumë të bukur. Po je një njeri që ti edhe tek 20-at nuk e qenë kurrë një satanike, një skini, një gjë shumë e hollë. Ke qenë gjithmonë me e kolme, thashe. Dhe të ka shkuar. Por unë e kam vlerësuar se e shoh që ti po bën palestër çdo ditë, je shumë e kujdesshme. Kuptohet edhe nga Instagrami dhe ja, fillon ka ato bukurinë e vet edhe kur rifiton disa forma edhe për veshje. Por edhe për çështje pak a shumë edukimi, thash.
që nuk duhet të flasin, bisedat e gocave nuk duhet të jenë më sa kile je, sa peshon, edhe në Instagram pyetjet që marr më shumë ti edhe tani gjatë këtij rrugtimit të shëndetshëm është sa kile ke rënë, dhe unë të gjithave u them që nuk ju them sa kile kam rënë, se unë mos kem rënë asnjë kile, ndërkohë jam forcuar se kam ndërtuar muskull, po forcoj kockën time dhe do jem më e shëndetshme pak më gjatë. Këtë më thot dhe mua gjithmonë instruktori im prej 13 vjetësh tashmë, që mira, mos u përqëndro te kilet, mos u pesho, mos shko më te peshorja, sepse njeriu është si ndihet edhe sa fit, sa solid është në trupin e vet. Megjithatë, trupi është një gjë, po mendja edhe shpirti është një gjë tjetër. Unë nisa pak me lën, me lencin. Po, ne i themi lë, sepse unë kam qenë në kohën kur ai ishte vetëm një lë. Dhe mbaj mend të i shkruante dikush e Stelës, dhe Stela nuk e dinte kush ishte ai njeriu dhe vetëm komunikonin. Është shumë gjatë. Shumë gjatë, me muaj ka zgjatur kjo, që lëja shfaqej, ti nuk e dije kush ishte. Dhe derisa një ditë me siguri jeni takuar, pasi u takuat, ai të mori për vete. Një takim shumë i sikletshëm, jo ai që shpres dënës për lënë. Ua në takimin e parë leja nuk më pëlqeu fare. Mire, kuptoj këtë. Mbej nga kishte Mire, kuptueshme. Nuk më mahniti lëja në takimin e parë, padyshim ishte i veshur mirë edhe kishte një sjellje prej gentlemani, por nuk ishte për mua. Ndërkohë që unë e kisha share me gjitha mikeshat, me ty, me motrën, me kunatën, me gjithë shoqet e mia që është ky famsi i bezdisshëm që s'na lëre hat. Dhe kaq shumë kisha folur për lënë sa të gjitha gocat më thanë, po jepi dhe një shans, duam ta shikojmë dhe ne, po të lutem. Kishte kohë që shkruante. Hajde thash, ta shikoj një herë dhe komisioni gocave. Edhe e thirrëm lënë, hajde thash bëj një sfilat se duan të shikojnë dhe këto. Se i thash, nuk më pëlqen. Kaloj, nuk i pëlqeu as gocave. Edhe ato thanë, lëre s'ka gjë, fancy, po fancy nuk dorëzohej. Dhe gjithë historia pastaj është një film turk me shumë seri. Po me finale. Nuk e pëlqeu as familja jote. Asnjë nuk e pëlqeu. E çuditshme. Po ai më pëlqeu mua. Dhe nuk hoqi dorë. Sigurisht që rrugës ndodhi diçka, se takim pas takimi, bisedë pas bisede, ai i kishte prekur ca tela të zemrës, të cilët nuk e lëshonte dhe krijonte muzikën e vet. Po, të gjithë ne në atë kohë e pam si okej, ai u dashurua me Stelën, mendoj që ti në atë kohë ishe goxha e kërkuar, nuk është se kush nuk do donte të rinte me ty, ishte tek 20-at, vajzë e bukur, e mençur, me personalitet, po ai u duk sikur po insistonte dhe po e merrte këtë vëmendjen tënde, ndoshta edhe me këmbgulin e tij, por shumë ama do vinin mbas që ju të dy nuk do rezistonit dhe se Lenci do t'i kalonte ajo colpo di fulmine, ajo dashuri e momentit, edhe ishte një gjë që nuk do zgjaste. Po ju keni shkuar përkundër erës, përkundër çdo parashikimi, ndoshta edhe parashikimit tënd edhe të njerëzve që të kanë rrethuar të afërt ty. Po, mund ta pohojmë mbas 22 vitesh tashmë që as në parashikimet e mia edhe as në parashikimet e Lencit nuk është se mund ta vizatonim jetën tonë kaq bukur sa rodhen gjërat 20 vite më pas. Pavarësisht se ne shkruanim për një kohë shumë të gjatë, nuk njiheshim, edhe atë periudhë që konsiderohet si periudhë njohje në kulturën shqiptare të para 20 e kusur vitesh, nuk është se ke mundësi të qëndrosh shumë gjatë. Pra bisedat janë pasionante, premtuese, të bukura, të ngjyrosura, por ti vërtet nuk e di kë ke përballë dhe unë jam e bindur që as Lenci nuk më ka njohur mua 100% në momentin kur kemi rënë dashuri, as unë Lencin, dhe nuk e dinim çfarë na priste nëse të dy i merrnim dorë njëri tjetrit dhe zhdukeshim. Ndaj vendimet kanë ardhur edhe kështu, njëra pas tjetrës, për hir të 1001 rrethanave, dhe sa më shumë bota thoshte jo, aq më shumë ne thonim po, edhe pa e ditur ku do na çonte kjo poja, për fatin tim të mirë, të Lencit të mirë, edhe të gocave, këto pot tona rezultuan në një histori të bukur. Rezultuan me fat. Më kujtohet që jemi takuar rastësisht në rrugë, ishte koha kur merrnim furgon ende në Tiranë,
Dhe ti ishe zhvendosur dhe më the që ti dhe Lenci po jetonit me qera. Dhe pak më vonë ka ardhur vajza jote e parë në jetë. Por nga ana tjetër, sot ne themi, se unë para disa kohësh pash në dasmën e djalit të Lencit nga martesa e tij e parë, dhe edhe ai mori vendime radikale për të qëndruar, sepse zgjodhi dashurinë, zgjodhi të rinte me ty, gjëra që jeta dhe bota e njeh prej kohësh. Ndoshta kjo ka qenë një problem, fakti që ai kishte një familje, ishte i martuar, kishte fëmijë dhe mori një vendim të madh për të qëndruar me ty. Ti si e ke përjetuar në atë kohë? Unë vi nga një familje tradicionale, shkodrane, kështu që katolike, kështu që për ne që në vegjëli kishim disa donës shumë të mëdha për zgjedhjen e partnerit, besoj të njëjtën historike edhe ti që je një vajzë që vjen me origjinë nga Veriu. Ne kemi shumë të rëndësishme zgjedhjen e partnerit, që të jetë i ngjashëm familja e tij, ngjashme me familjen tonë. Sigurisht që unë u sigurova që të mos i përmbushja asnjë nga ato checkboxe e babit tim. Dhe ata nuk e pranuan këtë zgjidhje, edhe ishin totalisht kundër. Për mua, në atë kohë, kjo ishte kosta më e madhe e kësaj vendimarrje që më duhet hiqja dorë nga familja ime përgjithmonë. Dhe kur them nga familja, flas nga mami, babi, motra, vllai, në një familje shumë të vogël, në Tiranë kishim vetëm njëri tjetrin. Unë motrën e kam binjake, kemi lindur, jemi rritur bashkë, kemi marrë frymë çdo sekondë tjetës bashkë, që në moshë 20 vjeçare nuk është e thjeshtë që ti të marrësh këtë lloj vendimi. Pavarësisht se shoqëria të gjykon e të paragjykon gjatë gjithë kohës, ti je përballë zgjedhjes së dashurisë, të familjes që ti vetë do krijosh, por duke lënë pas familjen tënde, dhe nuk është fare e thjeshtë. Unë atë kohë mendoja vetëm për kostot e mia, me thënë të drejtën. Unë pavarësisht se Lenci la një familje nga pas, Lenci ishte shkëputur në marrëdhënien e tij. Pra gjërat i kishte bërë të qarta në familje, jo për shkakun tim, për shkakun e zgjedhjeve të tij. Lenci pa u lidhur fare me mua, ka kaluar disa sprova të dashurisë që të më konfirmonte këtë, ka bërë tatuazh portretin tim, ka shkruar emrin tim gjithandej. Pra në ndërgjegjen time. E kujtoj të tatuazhin e famshëm që e ka bërë diku këtu. Po, në zemër. Shikoj në zemër, e mbaj mend se ishte i famshëm dhe tatuazhi. Pra ideja është që unë nuk isha në ndërgjegjen time gur që të më rëndonin. Por nuk është se vlerësoja koston që do linte Lenci pas pra çunat, sepse isha shumë e vogël për të menduar për çunat e Lencit. Isha vërtet shumë e re, edhe nuk Shiko se më bëri përshtypje dhe vlerësova se tek e fundit edhe ti hoqe dorë nga familja jote. Të dy po hiqni dorë nga dy struktura të rëndësishme të jetës. Edhe ti humbe prindrit e tu, dhe unë e di që nuk e di për disa muaj dhe sa kohë, po disa kohë nuk keni folur. Dhe kjo nuk është e lehtë. Kjo nuk e bën të lehtë jetën e një vajze. Dhe unë e di që ti e ke përjetuar atë. Kushdo, besoj edhe tani e gati. Besoj se kanë histori të ngjashme. Do kishe dashur që ata të të mbështesnin, të të kuptonin, të ishin afër? Po mira nuk e kam gjykuar asnjëherë, se unë tani kam 3 vajza vetë dhe vjem shumë shpesh në pozitën e tyre, dhe nuk mendoj që një prind e ka forcën të jetë aq mendje hapur për thestarin e vet. Ti do më të mirën për fëmin tënd, kështu që është shumë kollaj të mos pranosh disa zgjedhje që nuk fitin te. Në fund ditës nuk e kanë pranuar për të mirën time, dhe ata kanë dashur kohën e vet të kuptojnë se sa të bindur ishim ne për zgjedhjen, të kuptonin se sa të fortë ishim ne të mbanim njëri tjetrin, se vërtet unë isha personazh publik, por edhe Lenci ishte një personazh goxha i njohur në Tiranë, kështu që të dy duhet t'i dëshmonim të gjithëve që kjo dashuria jonë ishte e vërtet dhe do rezistonte çdo ditë. Kur të pash tek dasma e djalit të Lencit, unë gëzova për ty. Po u gëzova sigurisht edhe për Lencin, por edhe për djemt e Lencit dhe për vajzat e tua, sepse ato i kam vlezër nga babai ato. Është shumë e rëndësishme që ne, është e çuditshme. E di çfarë mendova kur e pash tash, koha shëron çdo plag. Po, e vërtet. Koha i shëroi të gjitha apo kishte edhe faktorë të tjerë? Jo, mendoj se koha. Lenci e ka menaxhuar të tillë marrëdhënien që në 20 vite ne nuk kemi pyetur dhe nuk kemi ditur asgjë për familjen e parë, përveç çunave që kanë pas marrëdhënien shumë të shëndetshme, komunikim të përhershëm me babain. Me mua kanë patur një marrëdhënie shumë etike,
duke u rritur edhe ata ndoshta e kuptojnë pozicionin që ti je pronari jetës tënde dhe një jetë ke, kështu që mendoj se dhe ata janë të lumtur për baban e tyre nëse e shohin të lumtur. Sigurisht që duke u pjekur dhe ata njohën dashuritë e tyre, ndodh që nuset e çunave janë ndjekëse të mia, më respektojnë, më duan dhe më njohin si Estela Instagramit. Më ka njohur dhe live dhe ju ka rezultuar njëti person, kështu që kjo gjë na ka lehtësuar shumë, se besoj se dhe ato kanë luajtur rolin kryesor që ata të zbuten dhe ta shohin këtë historinë tonë në një këndvështrim tjetër. Gjithmonë gocat, vajzat, gratë. Gocat, gratë, po. Janë, dhe në fakt ato kanë qenë aleatet e tua më të mira në çdo kohë. Po ta shohësh, edhe si ti je blogerja e parë shqiptare, edhe si blogere dhe je shumë e suksesshme, unë guxoj të them që je më e suksesshme në vend, edhe pse ne ndoshta nuk i kemi këto të afishuara siç i bëjnë në Itali, që bëjnë ato listimet, po është një gjë e dukshme, gratë pëlqejnë Estelën, e ndjekin. Pse mendon ti se pate shumë sukses? Nga që kishe këtë fytyrën e bukur, dije të komunikoje pak më mirë se sa vajzat e tjera, pse i gjetën aq shumë gratë veten tek ti, vajzat dhe gratë? Unë mendoj që autenticiteti i personazhit që unë ofroj është një gjë që nuk e ofrojnë dot shumë personazhe të tjera dhe pas meje, për 1001 arsye. Unë pranova veten ashtu siç isha, me dobësitë, me pasiguritë, me thyerjet e vogla dhe shfaqa veten ashtu siç isha. Nuk është se unë po reklamoja në socials një imazh të diçkaje që nuk e kishin parë më përpara. Mua, siç më shikonin në rrugë, ashtu më shikonin në Instagram, flas në fillimet tona para 12 vitesh që ishin hapat e parë. Siç më shikonin në punë, të njëjtën histori që tregoja në punë, të njëjtën histori tregoja edhe në social media. Pra nuk është se atje shfaqej një libër apo një revistë e bukur dhe ndërkohë realiteti ishte ndryshe. Unë i kisha hapur dyert e shtëpisë edhe të jetës time në mënyrë shumë të sinqertë, sigurisht jo 100%, por dhe mendoj që njerëzit ju qasën dhe u përafruan me të ngjashmin e vet. Shumë gra donin të komunikonin të njëjtat gjëra, strugglein me shtatzanit, strugglein me fëmijët e vegjël, me adoleshentët, me herë me xhelozitë e bashkëshortit, herë me gjithë gjërat që kanë gratë, dhe unë u afrova si platformë që të kishim një komunikim të dyanshëm, jo të njëanshëm, unë edhe ju shut up. Si e nise ti blogimin? Kur e pate ti shkëndirën e parë? Sepse ti ishe në televizion dhe ishe solide. Ishe e pëlqyer shumë edhe e vlerësuar në atë kohë, por more atë vendimin edhe për shkak të historisë, bashkëjetesës me Lencin, fëmijët, fillove të punosh në bank, u duk sikur zgjodhe një jetë tjetër, larg spotlightit. Pastaj, papritur, Estela shfaqet në një spotlight me foto, tek unë më kujtohen dhe fotot e tua të parë te Rruga e Kavajës. Tokë të shkurtra, kishe vetëm vajzën e parë. Të dytën. Blogerimi ka nisur fill pas lindjes së Sharmit. Me lindjen e Sharmit është ajo periudha ishe shtatzan apo pas shtatzanis? Jo, pas shtatzanis. Pasi e kam lindur, mendoj se kanë filluar postimet e para, ishte periudha që shpërtheu Kiara Ferranyi, ne në Shqipëri kishim Aureta Thomollarin dhe shumë shpesh me kolegët i shikonim fotot, po nuk i gjenim asnjë lloj kuptimi. Thonim, për çfarë duhet njeriu të postoj outfitet për ditë? Nuk i gjenim vërtet kuptim, plas 12 vite më parë. Çfarë duan të tregojnë? Po çfarë po i mësojnë të vishen, po i edukojnë? Nuk e kuptonim që ky zinxhir është influencë, shitje, edukim, të gjitha bashkë. Dhe hajde, okay, më shumë për të provuar platformën si funksionon. Pra, atëherë nuk ishte shumë Instagrami. Në Instagram, tek postimet e mia të para që edhe mund të jenë, aty mund të jenë 10 like. Pra, Instagramin mund të bënim foto me aparat, i uploadnim në Blogspot, atje bënim një shkrim të veshjes, të ditës, edhe postonim 100 foto të njëjtës veshje, se nuk dinim ta bënim. Dhe më pas postonim një foto të blogut në Instagram për t'i linkur me blogun. Me blogun, pra ishte një kështu
kapje veshi. Po nga Një përpeci e kështu madhe. nga Kina. Po pa e dy çfarë po bënim, sigurisht që blogu e krijoi komunitetin e këtyre vajzave dhe grave që u gjendën rehat flisnin për të njëjtat tema, se te blogu flitej nga fashion edhe brandet më të shtrenjta edhe për byrektoren të Myslimshyri. Pra, unë isha mendje hapur që t'ja servirja të dyja ekstreme, duke mos u pozicionuar si Kiara Ferranyi. Okej. Kur ishte oferta e parë për ty financiare? Kur ka ndodhur? E di situatën vitin, besoj se çdo herë e parë mbahet mend. Po, mbahet mend. Bashkëpunimi i parë ka qenë me optik. Unë jam shumë e apasionuar pas syzeve dhe kam një koleksion për cilin jam shumë krenare, se është shumë i bukur, janë kështu statement pieces që nuk i qenë. Të janë syzet e Rihanës, të janë syzet. Po, e marrë mund të shkon, të rrinë tani, e ke profesion, edhe ke justifikuar ti. Dhe sigurisht që kemi vënë një fi qesharake thjesht për marrëdhënien, që doja të ishte një marrëdhënie fitimprurse, ose të kishte një lloj shpërblimi financiar, që edhe unë të justifikoja efforts të mia, qoftë edhe për të marrë syze, për të bërë foto, do më thënë ishte një gjë shumë simbolike, po që sigurisht që janë suportuesit e parë dhe ato t'japin dorë. Pastaj gjërat morën një lloj revanshi, tani influencerët janë shumë të rëndësishëm, ky është një profesion i mirëfillt, madje është një sipërmarrje. I mirëfillt mira, po unë me modesti, duhet ta stej tek podcasti jot që unë duke qenë ndër të parat edhe duke patur një farë moshe dhe një farë backgroundi, unë gjithë backgroundi i ekonomikut, i financave apo dhe banka më ka dhënë shumë skillse për të negociuar, por mbi gjitha edhe për të edukuar. Kështu që unë ka patur atë detyrimin e madh që të edukoja gjithë firmat, gjithë brandet që të ishin prezent në social media. Në kohën që ne filluam blogerimin, eventet ishin sporadike, por jo me qëllimin që të krijoje content apo të postoje në socials. Pra, gjithë një event krijoi që të vinin fotografët e 2-3 revistave dhe të shfaqeshin fotot në atë Pra revistën. ti e krijove modelin shqiptar, ti binde në një kuptim kompanit, sepse unë kam ma thonë shumë blogeret të reja që kanë ndjekur rrugën tënde, që ti ke mbështetur shumë, e Stella e krijoi modelin dhe i mësoj që shiko këtu mund të bëhet biznes, ne që të shesim diçka duhet ta reklamojmë dhe që ta reklamojmë kjo kushton. Domethënë është një marrëdhënie. Them që edukimi ka ndodhur në të dy dimensionet. Një herë e bënim me kompanitë, me drejtorët e marketingut, por edhe me pronarët dhe në anën tjetër e bënim dhe me attitudin apo prezencën që duhet kishin blogeret apo influencer në këto evente. Pra në të dy krahët ishin dy komunitete që duhet t'i edukoje. Okej, tani jemi këtu, gjërat janë të stabilizuara, janë shumë të qarta, nuk ke nevojë më të edukosh përveç se të... Por është gjithmonë ajo kujdesi për të ruajtur figurën dhe për të qenë se ka dhe një lloj paragjykimi, siç ndiqen influencerët, edhe paragjykohen shumë. Po bie pak, po unë e kam vënë re dhe më herët, ka një prirje për jo për t'i përqeshur, po për të mos e trajtuar me seriozitetin që ju takon. Ai është një profesion që t'i lodhesh, nuk mendoj që mund t'a bësh nga hiçi. Unë 2-3 postime mund të bëj për podcastin dhe më marrin kohë, ka impenjim, madje ti nuk mërzitesh se ne jemi dhe shoqe, po unë në një moment kam parë ty para disa muajsh teksa postoje dhe ishe shumë e lodhur. Po shumë e lodhur, ta dallova në sy dhe erdhi tek unë lodhja, gati pata provova një lloj keqardhje, se unë lodhem, po nuk është se e kupton audienca ime kur unë jam shumë e lodhur, ndërsa e parë që duhet të hapje shumë kuti, t'i provoje, edhe mu duke, asnjëherë gjithmonë e kishe maskuar mirë. Duat më flasësh pak për këtë anën që ne nuk dim, për këtë lodhje. Nuk do ankohem për lodhjen e kësaj pune, se e kemi zgjedhur vetë. Jo, thashtë më flasësh, jo të ankohesh. Pikrisht.
ideja është që nëse do ta bësh mirë punën e influenceres, duhet të kesh shumë brumë. Duhet të kesh shumë përgatitje përpara, duhet të gjesh dritën e mirë, duhet të dukesh mirë, po duhet të jesh dhe elokuente. Flas që të jesh në top influencers që të përzgjedhin dhe të lakojnë emrin kur bëhet fjalë për fushata të rëndësishme. Unë nuk I quaj influencers të gjithë që kanë një audiencë ndoshta edhe shumë të madhe, se për mua ka shumë rëndësi mënyra si e ke ngritur këtë audiencë. Prandaj them që unë lodhem se dua të lodhem, se dua të dukem mirë, dua ta bëj sa më mirë punën për ato brande që janë angazhuar të dalin tek Instagrami im apo tek kanalet e mia. Sigurisht që si çdo punë tjetër, nëse ti nuk vë impenjimin maksimal, nuk respekton datat, një çelë suksesi im si influencer është që jam shumë korrekte me kontratat që kam. Mund të ndodhi rrallë një herë në vit që unë të dal nga fatet, nga datat. Pra ka kalendar aty që duhet I zbatosh. Sigurisht, përgjithsisht ka kalendar se kontrata është punktuale dhe unë kam vite që e kam kthyer në punë këtë gjë, kështu që ndihesh mirë, s'ndihesh mirë, përgjithsisht ndërton marrëdhënie me personin e kontaktit të marketingut dhe ka një lloj fleksibiliteti, por në fushata shumë të mëdha që ata kanë kalendarin e tyre dhe në kalendar me influencer të tjerë, they don't care. Nëse ti ke fjetur, s'ke fjetur, t'ka qarë bebi, s'ka qarë bebi, do t'a bësh ata unboxing me buzëqeshjen e stampuar. Por unë mendoj se e kam kthyer punën në pasion. Unë këtë gjë, edhe nëse nuk do ekzistonte Instagrami tim një shumë mirë, unë foto kam bërë gjithmonë jetë e mod. Këtë paraqitjen apo dukjen e kam pjesë të estelës edhe I enjoy. Vërtet kënaqem kur krijoj një outfit, kur krijoj një look. Edhe sot jam marrë gjithë ditën të mendoj si do dalte podcasti mirës. Unë vërtet e shijoj këtë proces të krijimit, kështu që Pse e zgjodhe këtë veshjen dhe këtë lookun kështu? Po do flisnim për Estelën dhe doja të dukesha pak edhe si dikur. Unë gjithmonë kështu I kam mbajt flokët te klani, çik më të drejta. Po duke qenë se jemi 20 vite më pas edhe më e rumbulla kosor se janë shtuar 3 goca rrugës, tash të vi si zonjë grua edhe elegante me sharm. Në fakt unë kur të takova edhe të thash tashun po më ke shkuar tek Estela para 20 vitesh. Jo se ti se jam grua, kam ardhur si zonjë grua. Në fakt je më e plot tani se ke 3 vajza dhe me që jemi te gocat, 3 vajzat e tua, ti bërë edhe një gjë interesante që unë nuk ta kam thënë ty kur jemi takuar në këto takimet spontane nëpër Tiranë. Ti përfshive familjen në blogun tënd. E gjithë familja. Të 3 vajzat I kam kuptuar. Po se si e bindet I Lenci, ta bësh bloger, Lencin e trëndafilit të bardhë. Ashtu më thonë dhe kolegët e puna, se do bëj Lenci ai gangsteri. Se ishte pak gangster. Ishte. Ose unë kështu e kam parë. Shiko, dashuria të bën të bësh shumë kompromise. O do të riqja unë Lencin, o do më të riqte Lenci mua, po dukshëm edhe bëri mirë që e të roqa unë, se në fund ditës vetëm gjëra të mira I kam dhënë me pushime, gjëra të bukura, kontaktet mira, do më thënë kompromisi që duhet të bënte ai ishte thjesht unë gjysmën e herëve të para kam gënjur, kam thënë të lutem ta bëjmë të gjën se nuk do ta postoj kurrë, merrte vesh pas 3 muajsh. Ju nuk keni bërë asnjëherë një dasëm. Ma pret mendja se me natyrën që ke do ta bësh një dasëm. Si dje? Tani nga qefi I dasmës çunit Lencit. Do martohet dhe nusja e Lencit. Se çudi, se me thënë të drejtur kur e pam atë sheshin e dasmës të mbushur aty, tani me 5 kalamajt e Lencit, me nuset, nuset e çunave të Lencit do bëjnë edhe 2 nipa të tjerë, pra do kemi edhe 3 nipa të tjerë, kështu që vetëm me ne ta bëjmë dasmën nuk na del keq. Do të pëlqente të bëhesh e nuse? Se jo, po, do më pëlqente shumë. Unë them që çdo gruaje I pëlqen. Ka njerëz që ndoshta nuk e pëlqejnë atë dasmën e madhe, po një ceremoni e vogël e bukur dhe një fshat të Francës. Jo, vërtet, visha fustanin e bardhë me në krah Lencin, do doja çdo verë. Nuk do thoja jo. Okej. Gjithmonë do zgjidhje Lencin. Padyshim. Nuk kam pasur asnjëherë në një moment kështu reflektimi apo pendese apo çfarë do lloj. Pavarësisht problemeve dhe krizave, se besoj që asnjë bashkëtesë, sado me dashuri, madje kur ka dhe shumë dashuri, ndonjëherë ka dhe
ka dhe mosmarrveshje, ka dhe më shumë hatërmbetje, sepse janë emocione që nuk të lënë t'jesh i ftohtë. Bashkëtesa sipas Estelës, këshilla më e mirë për të pas një bashkëtesë që reziston dhe që merresh vesh, cila do t'ishte? Çfarë ka mësuar jeta jote? Ajo që na ka shpëtuar ne të dy është ky pakti që kemi qenë shumë të drejtë për drejtë edhe të vërtet me njëri tjetrin. Çka kemi patur, e kemi thënë, e kemi shprehur, ndonjëherë ndoshta edhe në mënyra të gabuara, po gjithçka që ndjejmë e flasim. Lenci ka marrë rolin e personit më të dashuruar në marrëdhënie, por unë nuk mendoj që është e vërtet, se Lenci e shpreh me fjalë, unë e shpreh me vepra, domethënë unë mendoj që kam qenë forca e familjes për ta çuar para, për të qenë më elastike, për të krijuar balanca, për t'i dhënë hapësirë të gjithëve, ndërkohë që Lenci tund vetëm flamurin që unë të dua ty. Kush provide, se i përdorni termat anglisht ju influencerët, është normale. Kush prodhon më shumë, kush fiton më shumë në shtëpi, ti apo Lenci tani? Do doja të përgjigjej Lenci në fakt. Si do përgjigjej Lenci? Të ardhurat fikse më të mëdha në shtëpi i sjell unë. Pastaj Lenci Shapo, me një Stella. goditje mund të ma kaloj, nuk e çfarë të bëj. E shiko si është jeta, se do kush, dikur, edhe mund të ketë thënë që, okej se shumë diferencë, Estela shumë e bukur, ndoshta ishte pasuria që e vishte profilin e Lencit të trëndafilit të bardhë ato kohë. Edhe dikush mund të ketë menduar që ti je treguar dhe pak, si me thënë, pragmatiste. Unë e di që jo. Por ja si është jeta, Me që është podcasti, unë dhe Lenci kur jemi larguar nga shtëpitë përkatëse, të dy kemi ikur me rrobat e trupit, muajin e mjaltit e kemi bërë në Petrel dhe çdo gjë e kemi ndërtuar të dy bashk, me shumë përkushtim dhe dinjitet, të dy bashk. Dhe nuk kemi asgjë, as unë nga as ai nga unë, të dy i kemi ndërtuar bashk. Sikur Lenci ka pas më shumë dhe unë më pak në lejet e lindjeve apo ku di unë, sikur unë kam pas shumë më shumë dhe Lenci unë mos ketë patur dhe asgjë fare. Po, se jeta i ka këto. Bashk në këtë rrugtim, një herë i ka hequr gjitha Lenci për mua, një herë unë gjitha për Lenci, domethënë. Ti the në fillim që shumë gjëra i kam bërë në jetë, jetën e kam plot, pavarësisht pengesave, vrapit me pengesa, ka qenë një vrap, një maraton e bukur. Ka qenë kjo edhe mendimin e Zotit. Ti e konsideron veten me fat, apo bën pjesë tek njerëzit që thua fati ndërtohet, është zgjedhjet tona janë arkitektura e fatit? Unë jam mes të dyjave, Mira. Domethënë do isha hipokrite të thoja që i kam ndërtuar gjitha vetë, por njëkohësisht nuk është se gjithë gjërat e kam lënë në dorë fatit. Jam diku në mes. Unë si person jam e orientuar të mendoj pozitivisht për gjërat, të mendoj në mënyrë optimiste për gjërat që do më vinë, por dhe nuk rri në vend numëro, pra punoj fort që të arrij disa gjëra në jetë. Mendoj se një dorë të mirë këtij fati ja kam dhënë vetë. Estelës 23 vjeç, nëse do ktheheshe sot, çfarë këshille do t'i jepja? Çfarë do doje ti të kishe ditur në atë moshë, tek të 20-ta? Të mos e vriste mendjen në atë periudhën e vështirë të gjykimeve dhe paragjykimeve, se çdo gjë kalon. Çudia më e madhe 3 ditë zgjatë dhe domethënë e vërteta në fund triumfon. Se ai presion në moshë aq të vogël mendoj që të ndikon, sado ti je rehat me veten, ti e di të vërtetën tënde, ti e di si e pozicionuar, ti e di nga vjen edhe ku po shkon, po gjithaj presion të përbalt, të hedh poshtë, mendoj që nuk më ka rrëzuar, thjesht më ka bërë më të fortë, por asaj Estelës këtë do t'i thoja që qëndroj fort se ti doja dalësh. Me që jemi këtu, frika jote më e madhe si nën, cila është? Frika ime më e madhe për 3 vajzat në ditët që flasim, nëse ato vendosin të jetojnë jashtë Shqipërisë, është siguria. Thash, ne i kemi rritur me shumë dashuri, me këtë kulturën e besimit, që nuk të ndodh asgjë keqe, që njerëzit janë gjithë të mirë. Nuk i kemi dhënë shumë frymë të ruhen, të jenë skeptik, të mos besojnë, të shikojnë nga mbrapa. Ne ecim në çdo orë të ditës dhe të natës në Tiranë,
pa frikën që dikush po të ndjek, do të vjedhi telefonin, do të tërheqi çantën, në dijenin time në Tiranë nuk ndodhin këto gjëra. Këtë nuk e kemi shumë halle, po këtë se kemi. Pikërisht. Unë isha në Londër dhe në çdo moment kushira ime më tha, shtrëngo çantën shumë dhe mos nxirr telefonin nga dora. Kjo nuk është normale, nuk e dua fare. Dhe tani Nëse që kjo është Lores jeta. ka ardhur momenti që ndoshta edhe të shkëputet nga ne dhe të filloj një eksperiencë shkollimi jashtë, terrori më i madh si nën është a u fut në shtëpi, në konvikt kudo që do zgjedhi të studioj, a është mirë mendërisht, shpirtërisht se ne këto trauma i shkarkojmë me një herë, sa hapet dera e shtëpisë, përplasët çanta dhe fillon rrëfimi. Kur të jetë larg, si do ta ndërtoj ajo këtë sistemin e vet mbrojtës karshit gjithë këtyre gjërave të reja. Do ta gjej rrugën sepse ato që ke marrë nga familja je pajisur, i ke kështu si paj. Janë ato. Pra, po me këtë çështjen e Po ku ke menduar ta çosh Lea? Lea do aplikoj vet, Lea ka ëndër Spanjën, po nuk e di çfarë do ndodhi, por rrugën drejt Spanjës unë i kam këshilluar që ta ndjeki nëpërmjet Austrisë dhe Gjermanisë. Përmes të gjitha rrugët kryqëzohen në Vjenë për ne shqiptarët. Bukur, më pëlqen Vjena. Po, Lores është nxënëse ekselente, është shumë e pjekur, e sjellshme, e zgjuar, ka tërë të mirat, kështu që ku të doj vet. Okej, Ne shumë. do suportoj. Çfarë uron ti për vajzat e tua? Çfarë i këshillon ti? Nëse u jep një këshill, cila është ajo që ju thua që porosia e mamis Stelës për to? Ajo që e gjej veten duke e përsëritur shumë shpesh është që të jetojnë me dinjitet, sa shumë e rëndësishme për ato, dhe vlerën e vet mos ta presin t'ua thonë të tjerët. Pra validimet e veta duhet i bëjnë me veten dhe me sistemin e vet të vlerave, të mos presin afirmime gjithkohon nga të tjerët, pëlqime, ti vlen, e bëre mirë këtë apo atë. Duhet ta ndërtojnë vetë atë sistemin e vet të vlerave dhe të jenë sa më të vërteta me veten e tyre. Punën në bank nuk do ta lësh asnjëherë me sa duket. Kur nuk e le deri tani? Jo, i kam dhënë një afat vetes që të mos jetë nuk dua kurse si që të dalë në pension në bank. Nuk është imazhi që kam për veten. Mendoj se kam dhënë maksimumin në atë institucion ku kam punuar dhe punoj. Nuk dua që të jetë deri në fund. Mirë, shumë mirë, më pëlqen, njeriu duhet e pres nga ty, Por kam marrë më të mirën nga ai institucion dhe ai nga mua. Si e përfytyron ti veten tënde pas 10 vjetësh, ndoshta edhe më shumë? 20 vjetësh. Si e përfytyron ti jetën tënde? Do doja thjesht që strehat e vajzave të jenë disi të ngjashme të vërteta me tonën, që ato të jenë rehat kur hapin derën e shtëpisë, të jenë shumë rehat kur vendosin kokën në jastëk, të kenë në krah një njeri që i do, që i respekton, dhe që ndihen mirë pavarësisht sfidave. Do të thënë, unë dua që Lencin ta kem gjithmonë në krah, edhe mbas 10 vitesh dhe mbas 20 vitesh, të gëzoj shëndet të plot dhe të vinë falestër me gruan e tij, se s'më dëgjon. Të krijoj ca rutina me mua, rutina të shëndetshme, jo vetëm atë ecjen, se nuk mjafton. Dera jonë është e hapur për vajzat edhe për çunat e Lencit. Lenci ma ka prishur mendjen me idenë e familjes madhe, një tavolinë të shtruar plot, po me zëra edhe të qeshura. Pra, mua nuk më pëlqen kjo sjellje, gabove, out of here, ti gabim, më the, unë s'kam kohë kështu të rije hatërmbetur, të mbaj më rira, familjet i kanë shqiptare këto. Është çështje natyre, po përgjithsisht njerëzit mbajnë edhe ti nuk mban kështu inate, i kalon gjërat shpejt. Kjo është fotografia ime e lumturisë. Kemi marrë një cop tokë në Velipoj, shpresojmë në të ardhmen ta zhvillojmë disi edhe aty të mblidhemi dhe të pleqërojmë aty. Kjo ka qenë dhe ëndra e mamit tim, fakt, kështu që me që në Amerikë nuk shkuam, aty oqean, do plevitoseshim në pleqëri, do pleqërojmë këtu në det. Mami besoj nga larg duhet jetë e lumtur dhe krenare për ty. Besoj se po. Jam e bindur për këtë. Ti je nga ato blogere që unë nuk është se pres të më dalësh në feed, të më dalësh në murin tim. Ndonjëherë klikoj, bëj emrin tënd dhe shoh çfarë ka bërë Stela. E bukur. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza,
Metropolitan, Tumo.